Kështu që ne kemi një shkallë informaliteti të jashtëzakonshëm. Formalizimi i turizmit është nofta një nga kushtet më themelore. Dhe nuk kemi normal të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është një kusht i domosdoshëm në qoftë se ne duhem ta shfrytëzojmë si duhet këtë potencial madhor që kemi ne. Ti pret një turist, por regjistrimi i tij duhet të jetë i detyrueshëm, se ai që vjen këtu ka një përgjegjësi ndaj tij. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Nuk ka një mbështetje. Mbështetje kanë si plumb gjoka që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje, u japin dhe licenca kazinosh, ati të Sinaloas me luftim hysit, i cili natyrisht me të ardhët e Sinaloas, ai e dëmton thellë industrinë turistike. I ka shtruar këto titujt strategjik në bixhozin më të madh të investitorëve strategjik në bixhozin më të madh. Jo në Shqipëri, por në Europë, se titulli shpërblehet me miliona euro, narko-euro, një titull i tillë. Angazhimi i qeveritarëve në industrinë turistike është një element tjetër i jashtëzakonisht i dëmshëm. Edi Rama vetë shkon dhe merr 225.000 metër katror tokë me emrin e nënës vetë dhe të vllaut. Tokë pa asnjë dokument kadastral. Do të arrijmë një marrëveshje ku shteti do marrë përsipër një pjesë të pagave të punojësve të industrisë turistike jashtë sezoneve. Përndryshe, këta fillojnë çdo vit nga e para. Ne konsiderojmë shumë problematik aeroportin e Vlorës. Jo se aeroporti i Vlorës nuk duhet ndërtohej. Jo. Jam i bindur se një aeroport duhet ndërtohej. Por jo aty ku ndërtohet. Kanë filluar që tani refuzimet e bashkëpunimit, sepse aeroporti godet habitatin mijëra vjeçar, të cilin ti s'mund ta ndërtosh kurrë. E ka ndërtuar natyra atë.